Mbi 100 zyrtar publik nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre në përputhje me afatet ligjore. Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshkaj, në një intervistë për Ekonomia Online tha se shumica e zyrtarëve i kanë paguar gjobat që sipas tij nuk janë të vogla. Janë mbi 100 zyrtarë që kanë pranuar gjobë nga agjencia, ata që janë banuar për mosdeklarimi të pasurisë. Mbi 70% të tyre e kanë shtyr tashme gjobat. I kemi arkëtu ato tyra, cilat nuk janë të vogla, janë 30% e pagës së tyre mujore, pavarësisht nga pagat që gjenerojnë nga puna që ata kryjnë për stimin publik. Sipas Buleshkajt, këto janë dërguar si kallëzime penale, por një pjesë të madhe i kanë hedhur prokuroritë. Ka theksuar se Gjykata Supreme e interpreton si kundërvajtje e jo si vepër penale mosdeklarimin. Edhe më shumë raste se sa për mosdeklarim, APK-ja ka identifikuar për konflikt interesi. Nga 150 rastet e këtij lloji, rreth 30% janë për proceset e punësimit në institucione publike. E një numër më i vogël, sipas Buleshkajt, kanë të bëjnë me tenderët. Ne kemi anuluar këtë vit më pak se 10, po nuk është numër shumë i vogël i procedurat të tenderimit, sepse janë lidhur kontratat në konflikt interesit, ku dikush i cili nuk ka pasur të drejtë të jetë qoftë në proces të verifikimit, qoftë e ka pasur ndaluar pas mbarimit të mandatit të jetë përfitues i kontratave publike, është përfitues dhe si tillë ne kemi zgjedhur vendim për anulim të këtyre proceseve. E sa u përket proceseve të prokurimit, ai tha se janë më pak se 5 raste të dërguara në prokurori. Më së shpeshti, sipas Buleshkajt, është identifikuar prania e familjarëve e bashkëpunëtorëve në marrëdhënie biznesi në komisionet që kishin konflikt interesi me kandidatin apo të punësuarin.